mund të jenë cilësore ose përmbajtësore për shkak që po shkurtohen gjitha fatet, po pamundsohet diskutimet në kuvend, procedura tjera, domethënë presion i jashtëzakonshëm ndaj kryesisht deputetëve të vet pozitës dhe nuk është punë cilësore cila bëhet edhe që në fund dikon edhe në mosbatimin e këtyre ligjeve në përgjithësi. Ma shumë mund po e shoh si lloj shantazhi ndaj deputetëve që po shkojmë në zgjedhje, sidomos besoj që deputetëve të vet e pozitës do të ishte shumë e rrugës sikur këto ligje të trajtohen në procedura të rregullta, të japet kontributi nga gjithë, kemi dëgjime publike, marrin pjesë grupet e interesit, të cilat përfshihen këto projekt ligje, por që tash jemi mësuar një praktikë tillë, e cila ka tregu që praktika të tilla nuk janë që kanë ndonjë dobi për qytetarët edhe për vendin. Është një nguti për shkak që vendi besoj që po shkon veç drejt zgjedhjeve të reja. Natyrisht që përgjegjës për këtë situatë është pushteti për shkak që ka shumicën e votave dhe nuk ka treguar asnjë vullnet, asnjë dëshirë, asnjë angazhim për me dalë prej kësaj situate ku qëllimshëm e ka fut vendin, për shkak që ka pas shumë lehtë me zgjedh presidentin edhe me vazhdu me qeverisë. Dhe pashmang shumë po shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe pse ka disa ditë kohë që të merren vesh potencialisht partitë? Unë besoj që çështja e zgjedhjeve është vendosur me mos kandidimin e Vjosa Osmanit për president. Ai ka qenë figura e cila i ka pas votat e garantuara, nuk ka pas vullnet nga lëvizja vetvendosje. I ka pas votat e garantuara. Absolutisht, ka dhe deklarim. Që si kemi garancit që i ka pas votat. Vetvendosja nuk i ka votat për Vjosa Osmanin, tash nuk ka deklaru, mirë po aja vetë presidentja ka deklaru që në qoftë se kisha pas votat televizës vetvendosja, të tjerat i kom pas të garantume dhe kanë qenë, dhe me thonë, 2/3 e votave. Ato jem çështje e presidentit që aja vetë ka deklaruar dhe ka thonë që natyrisht është bazuar në mbështetjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po besoj që edhe deputet tjerë cilët asaj i kanë prezentuar. Unë kam deklaruar që qëndrimi im është qëndrimi i përbashkët me Partinë Demokratike të Kosovës, në varësisht prej qëndrimit që e marrim dhe ka pas edhe qëndrim për mos votim të zonjës Osmanit si grup parlamentari PDK-s, edhe përkundër që unë e vlerësoj si punë kogja profesionale edhe për fatësim kogja dinitar, sidomos në arenën ndërkombëtare të presidentës, por po e them që votat, sikur të kishte dashur me pas president lëvizja vetvendosje, i ka pas votat për presidenten cila ka kryer një mandat tash Vjosa Osmanin, nuk kanë dashur me shty përpara, kanë në atë kohë fakt besoj që ka kalkulu gabimisht për shkak që i gjithë angazhimi dhe besimi i lëvizjes vetvendosje dhe kryeministit Kurti ka qenë që çfarë do lloj figure mbas rezultatit të zgjedhjeve vjetorit që e vendos lëvizja vetvendosje, opozita ka më qenë detyruar me votu